Ndodhemi pranë fshatit Borov në rrethin e Kolonjës. Këtu pranesh ndodhet një prej skeleteve të deleve të smura prej gjuhës blu, i cili është flakur këtu prej më tepër se një muaji. Ai jo vetëm që nuk është groposur, por është flakur dhe është bërë burim i infeksionit dhe sëmundjesh. Situata në rrethin e Kolonjës është alarmante. Vetëm disa metra nga fshati Borov ndodhen të hedhura prej më tepër se një muaji rreth lumeve dhe përrenjve, dele të ngordhura si pasojë e virusit gjuha blu, të cilat kanë zënë krimba dhe insekte duke u kthyer në përhapës të kësaj sëmundje vdekjeprurse. Këto bakti nuk janë groposur, por përkundrazi janë përhapur gjithandej, përpara se situata alarmante e përhapjes së gjuhës blu të pranohej nga autoritetet e Ministrisë së Bujqësisë. Sipas blegtorëve, sëmundja ka filluar prej më tepër se një muaji, ndërkohë që konfirmimi zyrtarisht u bë vetëm në 10 ditëshin e fundit të muajit gusht. Më kritike gjendja paraqitet në fshatin Borov, vetëm 4 km nga qyteti Ersekës, ku blegtorët deklarojnë se raportimet zyrtare janë të pavërteta, duke hedhur akuza se nuk ka dënjuar askush të shkojë për t'u interesuar për situatën në këtë zonë. Sa prej tyre janë të smurat e tani? Që po ju mbani? Po janë nënt këtu edhe dashi brenda siç e patë shtri. Do me thënë, në një tufë prej 100 baktish, juve ju kanë ngordhur 19. 19 edhe këto 10 janë të sëmura këtu, që plus 3 që i kanë prapë sëmura me dhenë. Në çfarë date është shfaqur si fillim sëmundja te baktit tuaja? Po tani saktësisht nuk e dim, po mbi një muaj. Gjatë gjithë kësaj periudhe, ju jeni interesuar pranë autoriteteve veterinare në rrethin e Kolonjës? Po, kemi vajtur mbi 5-6 herë. Edhe se kanë marrë mundimi të vinë njerë të shikojnë që bëhet, po letë tjera se që mund të bëhet. Bile edhe sot të mëngjes, kanë vajtur atje, kanë bërë llafe me ata, se po ngordin dhente edhe nuk dim ç'tu bëjmë. Edhe na thonë që edhe ne s'kemi ç'të bëjmë me njëri tjetrin. Pano Shazo, njëri prej banorëve të zonës i dëmtuar më shumë prej gjuhës blu, shton se delet e sëmura i kanë flakur të gjithë rreth lumeve dhe përrenjve, duke qenë se nuk ka shkuar asnjë veteriner të interesohet mbi gjendjen. Janë flakur se nuk e dini një gjë, më vonë u mor vesh kjo që thanë të sigurohen atje ku tidhen. Sa mund të llogaritet dëmi që u është shkaktuar ju? Po 19, sikur me nga 100.000 lekë delen, i thonë 1.900.000 lekë, plus tot sëmurat. Disa ditë më parë, përfaqësues nga Ministria e Bujqësisë thanë se numri baktive të prekura në të gjithë qarkun është vetëm 150, ndërkohë që po kaq të prekura e të ngordhura ndodhen vetëm në fshatin Borov të Kolonjës, ku News 24 vëzhgoi nga afër situatën.